apo diku tjetër e ka opozita e ka ngrit këtë problem për ndryshimin e kodit procedurës, pse nuk e bën një ndërhyrje? Po s'jam unë flasim po diskutojmë. Ne tani edhe frymëzimi nga qeveria. Kjo është pse ti mendon se po të vinte nga opozita do zgjonte zoti Sadushi. Ti bëhet tëndën. Zoti Sadushi. Ti bëhet tëndën ti, e shef që u mush Shqipëria në burgje. Shive herë. Zoti Sadushi është në vijën e drejtë të partisë. Për sa I përket opozitës, opozita është në rolin e saj, ai sa e ka, po edhe sikur të shkonte të propozonte një amandament, një ligj, jam I bindur që nuk do ta kishte asnjëri marr si referencë, sepse tani të dy avokatët po thonë, Zhdima, ju e bëni për interesin tuaj, ndërsa tani për interesin e drejtësisë së Partisë Socialiste, zoti Sadushi merr një iniciativë për të ndihmuar partinë e tij. Pra, të dy avokatët thonë që ky vendim ky vendim I Sadushit vendimi drejt, por mund duhet vendimi drejt zoti Vëlluar. Ju bën çudi ju që zoti Sadushi nga kryetar gjykatës së lartë, kryetar gjykatës kushtetuese, nga kryetar gjykatës kushtetuese gjykatës. Por çdo qytetari me këto tani u burtanisë. Merremi me vendimin. Merr vendimet e gjykatës europiane të drejtave të njeriut. Aty është prova. Nuk ka nevojë të dalë zoti Rama dhe të zgjojë zotin Sadushi politikisht nga gjumi. Është shumë e thjeshtë. A zoti Panda, e dini ju që zoti Panda ka qenë ministri I Partisë Socialiste. Po nuk na duhet. Edhe kjo është reforma në drejtësi. Po ky është fakt konkret, nuk është opinion. Zoti Panda ka qenë ministri I Partisë Socialiste. Kjo është e vërteta. Mashtrohet ma nxjerr dikush që mashtrohet. Po mos ma çoti mua të parimet e tyre. Po te parimet do shkojmë. Po tani thonë një provë, të kënaq kjo provë. Parimi është kryesori zoti Zhdima. Po tani parimi kryesor. Dy avokatët thonë që ky Zhdima tash të lutem pra. Po jo pra një sekondë tash të lutem. Zoti Karanja ka tjetër shërbim, po mos të dy avokatët bashkë të njëjtën gjë. A më the është e vonuar si gjë? Jo, unë nuk thash këtë gjë, zoti Karanja tha është e vonuar duhet bëhet edhe është pozitive si janë qofsha ka dy është e vonuar. Pavarësisht se u diktuar nga Partia Socialiste. Është diktuar nga Partia Socialiste. Dhe duhet të ishte diktuar nga Gjykata Europiane të drejtave duhet të ishte problemet të cilat kemi. Opozita kur ta merrte këtë vendim do të ishte se do thonë opozita po bën për hallin e vet. Le opozitën. Ata duhet të kishin marrë të politikës të cilët sot nuk jam dakord me ty më zotëri, po nuk jam dakord tani, më fal që ta bëj kështu tani, po nuk jam dakord. Mirë, apo e bën zoti Sokol Sadushi këtë orientim politik. Nga orientimi I zotit Rama, se ai po donte të merrte vendimet e gjykatës europiane të cilët kanë dënuar Shqipërinë për masat e sigurimit. Qytetarët ato përfitojnë shqiptarët nga këto? Jo, ta garantoj unë. Jo, sepse do ketë sepse më thua ti vonuar, po më thua ti vonuar për mos përfituar shqiptarët, se më çuditën. Po nuk do përfitojnë shqiptarët. Ta garantoj unë. Nuk është I vonuar, sepse është I harruar, se në rast se ata do të kishin marrë iniciativë, do merrshin pikërisht. Po thotë është I harruar sepse është I vonuar për mos përfituar shqiptarët. Jo, shqiptarët do përfitojnë. Do ulet numrit para burgosave zoti Zhdima. Do ulet numrit gjykata e partisë sepse është gjykata e lartë, tani kur ke ti në gjykatën e lartë zotin Panda e kupton ti që ai bën mospranim rekurse nga mjesi deri në darkë. Sa vështirë bën për qytetarët, më burr mospranim rekursi. Po Pandën kanë aty nuk kanë gjyqtarë vëlla. Mos pranim rekursi. Mos pranim rekursi. Ç'është mos pranim rekursi? Tash ja ti është shqyrtuar vendimi I gjykatës së posaçme. Mos e bëj kaq për qytetarët, tash se kuptojmë dot. Sepse thot jemi në kushte të cilët prokuroria është në hetim. Është Zhdima, po një sekond, po tash një sekond, ta shpjegoj. Tash I futesh ke rekursi, ai ta kupton qytetarët ç'është rekursi. Po rekursi është ajo që një sekond, o Karanja, po tash qytetarëve mos pranim rekursi është rastet ku gjykat lart nuk kalon çështje, pra e humb çështjen. E disa ka kështu për masat e sigurimit. Edhe një herë për rikujtes të asaj që thamë në fillim. Ky ligj, ky propozim në sakt synon që të gjykatësi të analizoj se sa I rrezikshëm apo jo është një person për të qëndruar në burg. Tani se bën dot, Tani se bë zoti Bora, ju lutem. Tani nuk e bë ka dot ai gjë. Çfarë e pengon atë? Asgjë nuk e pengon. Pafsi është mashtrim. I pafsi. Po, paft. Është I paft. Po, është I paft. Duhet të thotë gjykata e lartë. Edhe vendimi. I 2010 ke pasur referencën 2011 së Karanja ke qenë prokuror. Atë ke pas për referencën. Ka një praktikë. Po ka praktikë më zotri. Po gjykatësi është sipas rastit.
vendimi 2011 kemi 10 minuta ne të dy 2016 deri në 2000 sa ka hyrë reforma drejtësi, kemi një ekstrem për sa i përket caktimit masave të sigurimit. Arrest me burg. Kemi një ashpërsim dore. Masivitet burg. Pra, e thamë dhe pak më parë është zjarr masiv burg. Dhe tendencë dhe në raport me nenet e tjera, do është krijuar një mentalitet. Dhe ky mentalitet është krijuar fal reformës në drejtësi. Jo, është manuali 1144, që është ajo që thotë burg. Prokuroria është mbi gjykatat. Afërmendësh gjykatat vendosin sistemin e. Sa do ndryshoj kjo që thotë kjo ti zoti në zhvillimet pra se reforma 2016. Reforma 2016 që merr orientime nga grupi parlamentar socialist tani. E atë tjetrën e ka mund të ketë ndoshta zhvillime e Partisë Socialiste dhe reformës së re tani. Po të lutem tani. Mund të ketë pak ndikim bolshevik ndoshta, jam dakord me ty, mund të ketë pak ndikim bolshevik, sepse edhe Vishinski që ka qenë atëherë burg pra është e njëjta praktikë. Po nuk ndryshon data. Në praktikë kemi një ashpërsim burgosje masive të shqiptarëve për vepra penale të cilët më përpara janë ndjekur në gjendje të lira. Këtë shpjeguam. Kjo është masive. Nga ky moment, nëse ky propozim unifikohet dhe nga ky moment, po themi, nga 2026 të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët do kenë përpara që shiko, bëni kujdes kur vendosni masë arrest me burg, vlerësoni rrezikshmërinë, provat e gjitha. Po ekziston më i nderuar këtë gjë, ekziston edhe te kodi penal, edhe tek procedura penale, edhe vendimi i njësues. Të bëj një pyetje ekziston, thotë mos jep, jo ty more. Edhe të kuptoj qytetarë që ekziston kjo gjë, e ke aty taksative. Po është mushme të paaf zotri. Po, sistemi ka paf. Këtyre të ti tregojnë vendimin e gjykatës lartë. Mos i mysin burgjet me shqiptar. Po janë të një vendim. Ky vendim që do dalin nga sa dushi, ato gjyqtarë që sot i kanë kalbur të gjithë na për burgje, ai gjyqtar përsëri do të interpretojë këtë dhe ta mbabuzojnë mbi interpretimin të kësaj vendimari të marrë gjykatë. Po kjo po të them ty more. Të njëjta figura do të nuk do përfitojnë, zero përfitim, zero e ke kështu. Unë do nxjerr oponentët teknikë. Ilir Beqa do të nxjerr nga burgu. Ne duhet të shohim qytetarët shqiptar që janë burg për 3 gram drogë. Qytetarë për 3 gram aty ose që ka bën një djegë pali për një shtëpi more, për çatin e tyre flasim more. Po le tani se disa qytetarë kanë për burgje. E di që ke qytetarë në për burgje që dënohen edhe në gjëra administrative, edhe prishje objekti, edhe procedim penal. Ke 3 vendime dënimi për të njëjtën gjë. A kupton çfarë mashtrim është kjo? Po le tani të Menimi tim është pozitive, zoti Zhdip. Këtë një praktik. Pra, perfekt. Po ka praktik më nderuar Karanja. Po këtë 2011 më zotri. Çfarë do të shoh? O Karanja, më lëri sekond se nuk po e kuptoj. Ka ndryshuar kodi procedurës penale, ka ndryshuar rregullat e lojës dhe është shtuar numri kërcujve. Pra kërcujt duhet drejtohen. Po e bëjmë kaq të vështirë për qytetarët. Tani jo shumë e lehtë për qytetarët. Qytetarë shqiptar. Nga ky le të themi të dy avokatët thonë që kjo është, nuk ka pse ta bëjnë kështu, por po e bëjnë kështu. Nga ky moment që po e bëjnë kështu, sigurisht shpresohet që numri i qytetarëve shqiptarë që do qëndrojnë në burg të jetë më i ulët, sepse do vendoset në praktikë që do analizohet rrezikshmëria e personit. Tani pyetja ime zhvillima është, mbi bazën e kësaj që kërkohet nga gjykata e lartë, a do mund të ndikojë tek çështjet e korrupsionit të zyrtarëve të lartë dhe te çështjet e krimit të organizuar se gjyqtari në moment thotë shiko, se edhe ky që ka vrarë nuk më duket çuni i keq, të rrin shtëpi ky. Edhe ky politikani që ka vjedhur miliona euro, po të rri dhe ky në shtëpi për shembull se nuk ka problem. A kupton? A do abuzohet me këtë? Po do abuzohet sigurisht. Po këta pra po pyet se po se kanë çerekore më erdhëm këtu. Po s'më lemër kanë çerekore, pra vazhdo, dëgjoj. Hajde, jep. Tani themi përpara ligjit jemi të gjithë të barabartë, jemi dakord apo jo? Krye. Po, në 2011 ke një vendim unifikues që të thot praktikën se si vendosen masat sigurisë. E mora vesh do përfitojnë apo jo dhe si. Një sekond, jo më zotri, se përsëri është në varësi të gjykatësit që do arsyetojë vendimarin e tij mbi bazën e sigurisë. Çfarë ndryshoi? Pra ndryshoi që ne do të shtojmë pabarazin, ndërkohë themi tek parimi të gjithë jemi të barabartë përpara ligjit. Do të cenojmë prezumimin e pafajësisë kur ndërkohë të gjithë i kanë në burgjes edhe sot edhe nesër do t'i kesh përsëri që do të thonë justifikimin e radhës që ne për shembull ulëm burgun për disa vepra penale, për disa të tjera i mbajtëm, po cenuam sigurimin
ose e sigurimin juridik, po edhe përzumimin pafajësisë. Po e bën shumë të vështirë. Pra, jo, shumë e thjeshtë është. Shumë e thjeshtë për ty që ke lexuar çështje ligjore, po jo edhe një herë, në cilin vendim gjyqësor ne do shikojmë të barazinë përpara ligjit për të gjithë dhe paparazinë për rastin konkret që do ta thotë zoti Sadushi. Kjo është pyetje që ngre. Pra, për qytetarët e thjeshtë, ore për mua, përderisa të gjithë janë tek drejtësia, duhet të jenë të gjithë të barabartë. Dhe nuk mund të krahasojmë ne drejtësinë në masën e sigurisë dhe në marzhin e dënimit. Shiko se ne bëjmë një gabim në sy të publikut. Pra, amnistojnë një pjesë të qytetarëve sepse SPAK-u i pas ka marrë dhe i pas ka vendosur të proceduar, dhe një pjesë tjetër të prokurorisë së zakonshme i vendosim tabelës si të dënuar. Pra, e kuptoni se çfarë anomalie juridike përcjellin të qytetarët që te masa e sigurimit mos kuptojnë çfarë konkretisht bëhet fjalë. Masa e sigurimit nuk është mas dënimi. SPAK-u nuk është drejtësia. Gjykatat janë drejtësia që duhet të arsyetojnë vendimet të arsyetuara mbi prova dhe fakte dhe jo perceptimi publik është drejtësia që edhe sot edhe vetë zoti Sadushi ka perceptimin publik. Pra, merr vendimarrjen nga perceptimi publik. Edhe zoti Panda, zoti Sadushi është mërzitur sepse i kanë dhënë një udhëzim nga grupi parlamentar socialist që erdhi momenti të zgjohet gjykata e lartë sepse po rri gjykata e lartë pasive. Gjykata e lartë nuk duhet të rrinte pasive kur kanë dalë vendime kundër Shqipërisë nga Gjykata Europiane të Drejtave të Njerëzit dhe jo nga Asambleja apo nga ajo që ne themi grupi parlamentar i Partisë Socialiste. U faktua edhe një herë që zoti Sadushi përdoret politikisht nga zoti Rama dhe zoti Panda ish ministër i Partisë Socialiste i Drejtësisë si reforma e re në drejtësi. E kuptoni kjo është e vërtet. Mashtrojnë publikun. 2011 është shumë rregull, gjyqtarët që janë aty brenda të dinë të arsyetojnë vendime dhe mos bëjnë vendimi copy-paste me njëri tjetrin e duke u tallë në qytetarë shqiptarë. Shumë thjesht edhe me buxhetin, dëgjoj mo, edhe me buxhetin e shtetit, se buxheti i shtetit është më i rëndë se sa vepra penale.